Përshëndetje të dashur miq, sot do t'ju flasim për kalandulën dhe vlerat e saj. Besoj se çdo njeri e ka në kopësht këtë lule. Kalandula lulëzon në varësi të kohës së mbjelljes nga qershori deri në vjesht. Bima ka lule të renditura në krye të kërcellit në ngjyrë të verdh ose portokalli dhe lulet janë ato që përdoren në mjekësinë popullore. Në saj të substancave që ka, lulja shërben shumë mirë në lirimin e ngërçit të muskujve, si dhe nxit rrjedhjen e tëmthit, duke ndihmuar kështu me tretjen e ushqimit. Lulen mund ta thani dhe ta ruani në vazo qelçi për ta përdorur në formën e çajit. Një mënyrë tjetër përdorimi e kësaj lule në mjekësinë popullore është edhe ajo e tinkturës me lulet e kalandulës. Tinktura zakonisht përdoret për mjekim ose disinfektim plagësh dhe djegje lëkure. Tharja e lules është mirë që të bëhet gjithmonë në një ambient të errët dhe të ngrohtë.